Përshëndetje toksor. Ora është 21:03 minuta, është e premte sot, data 3 prill 2026, jam i Ilir Kullën. Ilir Kulla tashmë të gjithë e njihni, nuk ka nevojë për prezantim. Kulla si ke që më shëndet? Kam pasi problem, jam marrë kësa jave, po... Je mirë? Top fare, si shef, po kam pasi problem kësa jave. Po qënë si ka, i kaloj? Po. Them që pos. Me Ilir Kullën, zonja zotrit, do të dekretojmë sot gjithë gjërat më të fundit që po ndodhin në linjën e mesme në Iran, por jo vetëm. Pa unë burkolet jo, sepse ka më shumë gjëra sa nuk din nga t'ja filloj, plaset fabula e parë në ekran. Atë pro, do akoma ko, plaset fabula e parë në ekran. Shprish ascensori, do zbresir për pak. Urdo? Ka një problem ascensori, do zbresir për pak. Okej, atëre Kulla, në fakt fabula e parë në ekran nuk është gjithë vetë lajmi më i fundit, ka disa orë që kanë ndodhur, po u bë publik vetëm para një ore gjysmë, dhe për këtë arsye është prishur ascensori. Thotë Ledio, është Irani ka rrëzuar një F-15 amerikane. Irani pretendon se ka rrëzuar 2, po amerikanët konfirmojnë që është rrëzuar një pilot të shpëtuar dhe piloti tjetër nuk gjendet. Po, me se të gjohon është një avion me 2 pilot, nuk janë 2 avion. Pra është një avion me 2 pilot, por iranianët pretendojnë se kanë rrëzuar 2 avion. Tani, avion amerikan F-15 konfirmohet se është rrëzuar mbi Iran, ndërsa Teherani publikon imazhe të rënojave, ja ku është. Po. Bile kishte të shkruar anglisht atje kur i pashun. Po. Këtë dje i kemi ne apo jo, po unë i pashte francezi, që flisin anglisht do t'i kemi, po. Se që ishte një gjë si një pjesë avioni. A ishte predha jo avionit, nuk e mora veç që ishte. Ishte një gjë e madhe. Kulla, unë nuk di se që është F-15, po nuk banere mirë. Është një avioni, të shpjegojmë që është F-15. Nuk banere mirë kjo që ka ndodhur për Trumpin. Është një avioni gjeneratës fundit, është avion gjujtës. I fundit, se unë i ndërryer pasere jo për ndërprer, i fundit më ke thënë që është F-35. Po, edhe ky është i gjeneratës fundit. Edhe ky stealth është, po është tjetër model. Edhe ky ka ato karakteristikat ngjashme me F-35-ën. Është avion edhe ky stealth, avion që kapet vështirë nga... Që me thënë stealth? Stealth janë ato avionët që janë si pet, që kapen vështirë nga radarët. Gjë që tregon që në rastin konkret F-15 dhe F-35 mund t'i kapi vetëm sistemet S-400 dhe S-500 rus. Ne nuk dim që Irani të ketë sisteme S-400, dim që ka vetëm sisteme S-300 si ato që pati blerë dikur Greqia nga rusët. Gjë që do të thotë që me shumë gjas që iranianët kanë marrë sisteme S-400 këtë muaj nga rusët dhe duhet kanë marrë sisteme të fshehura, sepse është shumë e vështirë. Me logjik kështu është, por desa ka kapur duke qenë që amerikanët pretendojnë dhe ne besojmë këtë gjë që kanë shkaktuar pjesën më të madhe të flotës ajrore iraniane. Fakti që ata mund ta kenë rrëzuar, e bie ta kenë rrëzuar me një raket Tokajer, prandaj them unë që me S-400, dhe janë radar të gjeneratës fundit që mund të kapin. Mund ta komentojmë pak këtë foto, Kulla? Sepse ti nuk e ke ekranin sot, kemi problem teknik në studio, na mungojnë 2 ekranët asor, kemi vetëm të me mbetjet e avionit, dhe avioni është goditur në ajër. Më fani sekond, ku janë mbetjet? Mund t'i komentoj pak me detaje se më intereson. Nga largu një shoh si pallona xhins këto. Mbetjet janë në tokë. Xhins blu, bojqiell, e shikon ku? Janë në tokë. Po ç'mbetje janë këto? Janë mbetje avionash? Mbetjet e avionit, po ai është krau më konkretisht. Ja, e kemi të madhe këtu, po. Ai është edhe mbrapa meje, po. Po, një pjesë është krau dhe pjesa tjetër është bishti, dhe duket qartë që është një raket që e ka goditur. Tani, teorikisht mund tjetë o një raket ajër që vjen nga një avion tjetër iranian, por iranianët kanë F-14 vjetra nga ato që kanë lënë amerikanët. Europe thotë atje poshtë, Kulla, po ta lexosh. Është tregoni cilës komandë është ky. Pra ka ardhur nga Europa. Ka ardhur nga Europa, është nis nga Europa. Nga F-15 që kanë amerikanët në bazat e tyre në Europë. Bazat e tyre në Europë. Pyta. Dhe ky avion që njihet ndryshe edhe si Shipoj, domethënë Eagle, është e programit të tillë, është një avion i shpejtësisë shumë të lartë. Dhe e kapën. Dhe ky avion fluturon me Mach 2, domethënë me dyer shpejtësinë e zërit. Pyta. Dhe prandaj them që fakti që iranianët e kanë goditur do të thotë që iranianët këtë muaj janë pajisur me
me S-400 se s'ka mundësi tjetër. Që u tha deri dje, Trumpi thoshe çdo ditë, Irani nuk ka më fare fuqi kontrairore, ja kemi tentuar të gjithën. Në këtë luftë, një nga problemet që kemi, unë edhe sot kam folur me Izraelin, madje një orë përpara se të vija këtu, një nga problemet që kemi është mes asaj që thuhet dhe asaj që ndodh ka gjithmonë një diferencë. Ka një hendek të madh. Gjë që tregon që është një keqe kjo kulla. Fakti që rrëzohet një F-15 amerikan. Në luftë është një gjë normale. Ndodhen. Nuk bëhet omlet, pra nuk bëhen vezë pa u thyer. Nuk është se ka shenjë keqe apo shenjë të mirë. Një gjë duhet të themi qartësisht është që nga fillimi i luftës, pra jemi në javën e 5 të luftës deri në sot, diferenca mes asaj që është thënë dhe asaj që është realiteti është shumë e madhe, gjë që na bën të jemi. Unë kam qenë gjithmonë, nëse të kujtohet, që nga fillimi me këmbë tokë kam thënë nuk është kaq e lehtë me Iranin, po gjë që tregon që ka një diferencë të madhe mes asaj që thuhet dhe atij që është realiteti dhe që lidhet me një fakt shumë të rëndësishëm, Marian. Irani ka 27 qytete nëntoksore poshtë tokës, të cilat janë fabrika dhe uzina të mëdha ushtarake. Fare sekond kulla, po ti, unë po ta dije do thoshje këtë detaj, nëse është informacion, sot do ishte një nga qytetet e tjerë. Nuk do të zvon sot e këtë titull, po do ishte një nga. Titullin e ka në dorë Eno e ndryshon titull. Jo, në live se nuk e ndryshojmë dot, është shumë vështirë. Okej, pastaj në një sekond vëlla, se ky është informacion. Ka 27 qytete nëntoksore, në të cilat janë de facto fabrika ushtarake, të cilat prodhojnë dron, raketa. Shumë e bukur si numër kur e thosë. Po të thuash, okay, Irani ka shumë, ka çan male dhe ka futur këto gjërat ushtarake, dakor. Po kur thua 27 qytete nëntoksore është formulim brillant vëlla. Vetëm ky mund ta bëje, kupton? Ta përshkruaj pak, ka 20 siç ka qenë Gaza, një qytet i madh i tërë nëntoksor dhe nuk me tunele me gjëra. Dhe nuk mjafton 2 vite luftë të Izraelit për ta Po ç'më bëre me këtë tani. S'më dhënë një gëzim të madh tani me këtë që më themur. Më gëzuar emisioni tani. Domethënë, në rastin konkret kemi 27 Gaza, në të cilat kanë raketa, kanë sisteme kundërerore, kanë raketa balistike, kanë dronë dhe bëjnë asemblimin e këtyre pjesëve me cilët vazhdojnë luftën. Dhe po të konsiderojmë që nëse kjo gjë që unë po të them, që është hipotetike, unë nuk kam prova, por një provë është e qartë. Cila? Që ky avion nuk mund të rrëzohet me S-300 edhe me sistemet aktuale që ka Irani, që ka prodhuar. E kuptova. Ky mund të rrëzohet vetëm me S-400, që do të thotë rusët kanë furnizuar iranianët me sisteme S-400. Dhe unë mendoj që përderisa reagimi vjen tani, tregon që sistemet S-400 rusët ja kanë dhënë iranianëve gjatë këtyre 40 ditëve luftë. Që edhe ky po të konfirmohet është lajm vetë, një lajm vetë se dyshimet janë çfarë po bën Putini. Shiko, dyshimet janë që rusët i kanë vënë atyre në dispozicion sistemet e tyre të inteligjencës, satelitet e tyre etj. Dhe më vonë do flasim edhe për satelitet. Kjo gjë është e ditur. Por që rusët kanë sistem, që rusët i kanë dhënë sistemet S-400, cilët janë dhe sistemet vështira për të lëvizur. Gjatë muaj, ky është një lajm pra, sepse është e pamundur që F-35 ose F-15 i këtij niveli të rrëzohet me këto sisteme. Pra, zonja Zotrinj, lajmi më i fundit, Irani ka rrëzuar një F-15 amerikane, si shikoni dhe nga pamjet, 27 qytete nëntoksore, tha kulla pak sekonda më parë, dhe kjo goditje e Iranit teknologjike, ku ka ushtarake, ku ka janë për tunele malesh apo jo? Nëpër male. Nëpër male të cilat është vështirë sa do t'i bombardosh, është vështirë që t'i kapësh poshtë apo jo? Nuk i bombardon dot në ato. Pra një sekond. Ky është lajm i keq për aleatët sigurisht. Dhe e treta i thakulla është nëse konfirmohet që ky avion është goditur me S-400 ruse, tregon ky avion nuk mund të goditet ndryshe. Teorikisht ky as me dron jo. Jo dron jo, se shumë lart. Ky dhe është me shpejtësi të lartë. Ky është me Mach 2, është 2 herë shpejtësia e zërit. Dim që më kulla në çfarë vendi ka rënë fiks në Iran apo se kemi ide? Është afër Teheranit. Zërbe. Dhe tani ka dhe një afër Teheranit, fjala që bie. Është në zonën e Teheranit, se është i madh. Kur themi afër mund të jetë edhe 300 kilometra larg, jo 300 kilometra është larg, jo diku 50-60 kilometra larg maksimum. Edhe ka rënë kështu në këto gurishte, si dhe ato janë pemë të mbjellura këto apo janë pemë natyrore? Aty siç e shef. Dhe këtu ka një problem tjetër që është i madh shumë. Nëse ata e marrin pilotin, do të kemi për herë të parë një pilot peng, gjë që iranianët në negociatat e çuditshme, që janë negociata me palët e treta që po flasin,
do kenë një argument më tepër për të negociuar me amerikanët, do thonë, doni t'ju lëshojmë pilotin, duhet na bëni edhe tolerim ndryshe. Por nuk kemi të konfirmuar që piloti dytë nuk gjendet? Po njëri është, po falë tani, njëri si u shpëtua, se nuk e thamë kulla. Po është shpëtuar. Po si e shpëtuar, pa janë fut me helikoptere kanë marrë, se po të gjatë e francezët që këtë nuk e di. Janë shumë të vështira këto komandot që të shpëtojnë pilotës, sepse atje futen në një zonë armike, thonë. Nuk mund të abuzoj. Po si ka shpëtuar, pra? Nuk e di se si, por... Kjo është pyetja. Nuk e di, këtë gjë s'mund të them, por nëse ata iranianët marrin pilotin tjetër, ne, amerikanët do kenë dhe një problem më tepër dhe presidenti Trump do ketë një problem më tepër, sepse deri tani numri ushtarakëve 12 më duket? Jo, është më i lartë. Ishte 13 para 10 ditësh, por numri i ushtarakëve të vrarë dhe sidomos i atyre të plagosur në vendet në rrotull është shumë i lartë dhe për herë të parë do të kemi edhe një peng ushtarak që se kemi patur deri tani. Zoti Kulla, ora është 21:13 minuta dhe mua më vjen një mesazh i specializuar që më thonë Çani sa për qef të bisedës. Goditën para pak ditësh dhe një F-35 thot? Po, F-35 ul në Kuvajt, dhe është herë parë që goditet dhe një F-35. Prita mbaroj. Bëri ulje emergjence. Dhe çdo avion thot me raketa Hit Seeker, shkruhet Heat Seeker, Hit Seeker, avionat stealth thot nuk kapen nga raketat me radar, por kapen nëse avionat afrohen shumë me mbrojtjen ajrore që kam nxehtësinë e motorit të avionit thot. Kështu goditet F-35 dhe ky F-15. Stealthi e ka të pamundur ta godasësh për shkak të sidomos F-35, se është parashikuar pikërisht kjo gjëra dhe shqetësimi im, prandaj po them që nuk është e mundshme të godasësh F-35 apo F-15 pas sistemet S-400, sepse F-35 përdor karburant të ngurtë dhe nuk ja kap nxehtësinë. Prandaj është shumë vështirë ta godasësh një F-35 dhe sistemet magnetike që ka të kontrollit, dhe shpesh kur godet F-15 ose F-35, ata se kuptojnë nga vjen raketa. Ka teknologji e lartë është. Kjo është arsye pse kushton shumë F-35, ose edhe F-15 kushton shumë. Po nëse F-35 goditën në tokë, se janë goditë në ajër, apo në ajër? Në ajër e goditë në ajër. Bëri ulje emergjence në Kuvajt. Dhe prandaj unë them që është e pamundur të godasësh me sistemet që dim ne që ka Irani, është e pamundur të godasësh një F-35 apo dhe një F-15 të këtij niveli nëse nuk ke një mbrojtje ajrore të teknologjisë shumë të lartë siç është S-400 apo S-500. Unë nuk them që S-500, pasi për arsye strategjike Rusia nuk i ka dhënë kujt S-500, i ka vetëm për veten e vet në rast të një lufte bërthamore, po S-400 që është nivel shumë i lartë dhe nëse të kujtohet ishte një debat shumë i madh që turqit donin S-400 dhe e morën nga Rusia dhe për këtë arsye amerikanët nuk jepin Turqisë F-35. Pastaj kur erdhi Trumpi u bë marrëveshje që Turqia do marrë dhe F-35. Nëse ashtu kemi faktin që Rusia ka furnizuar Iranin me sisteme S-400. Okej. Ledio ka dhe cilët lajmin. Kushtojnë, problemi është Ledio ka dhe lajmin sigurisht të titruar në Shqip, të Sky Newsit, mund ta nxjerrim Ledio për qef ta shikojmë. Lajmi Sky Newsit që është komplet në një fushë të verdh. Ledio do ta kesh Jaku është, na i nxjerr dhe në ekran po. Break news. Ledio e nxjerr në anglisht, po ke edhe në NBC Newsi që është në Shqip më duket. NBC Newsi që është një nga kanalet më serioze. Ky është NBC Newsi, unë kam ndërkohë Sky Newsin. Që Sky Newsi është burim britanik, kurse NBC Newsi është burim amerikan. Pra raportimi është që një pilot është evakuar i gjallë, kurse piloti tjetër nuk gjendet. Të version në Shqip se ke marrë dot Ledio, s'ke pas kohë. Jo, kam mbajtur versionin anglisht. Dakor, rrofsh. Mirë ke se këtu të gjithë flasim anglisht në fakt. O Ledio, je i madh. E kape atë? O kulla, ora është 21:17 minuta, a më lejon vetëm një sekond? Edhe për ty do interesohem. Për vete po për ty më shumë. Se mua mbaroj dhe kjo. Mbaroj dhe kjo. Kjo dekafeinato që kisha marrë të makina. Te kjo. Te kjo roboti. E lezesh më kjo roboti para se të vinë në studi. Ka përse që merë shu gjera. O era të lutem, ke haruar ujin sot, jemi pa uj. Unë, Kulla... Dhe më të nuk e di pse ka. Nuk e di pse më harove. Okej, 5 janë tani. 5 sop të lutem, 5 sop, 5. 5. Erda. Grazie. Fola italisht kot, kurse ajo di italisht, po kot. Shikon t'i haroj, 5 sop i tash sot. Kemi Marsidin, kemi Sebastiani që vjen, stafi, unë, ti,
Macja, se marrë me mace nga shtëpia. Bëra shaka, nuk kam mace. Ira fjala, Ledio, plasi në gjake. Ka 6 mace jashtë që Po presin. tu është ta marrim macën. Sa të mire janë, ke di mace në shtëpi? Jo, s'kam, unë shem, ta marrim i macën. Ka 6 mace këtu të mësënia që presin këtu jashtë pak, dhe herë pas herë japim edhe një ushqim. Ato nuk është të hanë shumë, dhe maca s'pjerë fare. Maca janë të mira, shumë. Janë brënda. Janë krijesa të mira. Janë të papare, janë të pavarura. A mund të bjemoj mace këtu në studio, por se janë të mira ato shumë. Është dhe e premte zezë sot, kulla, pse është e premte zezë sot? Është shpjegim teologjik, sepse janë pashkët katolike. Janë pashkët katolike në ditët pas nesër? Dhe të premten mendohet 2 ditë para. Opa, a shqyqyr ma më shëndet, më Allës alergjia. shqyqyr që ma bërë e këtë një në studi, se kështë e bërë asë njerë, kështë bërë gjithë kohën gjatë reklamave. Bëj edhe njerë, e keme 2-3 herë? Duhet më vi. Sa e bukur është kjo të shtima, sa e bukur është. Edhe Unë vdes kërë vjen kjo, mua së në vjen asë njerë në studi, është çudi e madhe. Edhe çështja është mendohet që 2 ditë përpara është kryqëzuar Krishti, domethënë tek ajo Normal pra, rruga e Golgotës, pra rruga e kryqit, edhe në Jeruzalem. po. Edhe pastaj të dielën është bërë ngjallja dhe kemi festën e Pashkës. Katolike, se ortodokse. Katolike, ortodokse e kanë javën tjetër. E digjo, e premte zezë sot, po jo detyrimisht me që është e premte zezë është e keqe apo jo kulla? Jo. Është e keqe sigurisht për ata që besojnë shumë. Për besimtarët, Lind Starlinku rus pas vet zgjerohet pas vet që ras vet, se thash pas vet, më fal. Ras vet ja ku është, e nxori ledjet e ky ekrani këtu, dhe u nxjerr dhe ju atje ja ku është. Ras vet quhet Starlinku rus. ras vet do të thotë agimi. Agimi. Në mëngjes me fjalë. Pra agimi, po, është agimi një Agimi koke po, të re. që agon diçka, po ras vet zgjerohet lufta në hapësirë, sigurisht. Betja për idenë, Starlinku për gjithë që nuk e dini është ky invencioni i kohëve të fundit që ka plasur Elon Musku dhe që furnizon me internet pjesë të tëra të globit sa që kanë probleme. Për shembull, nuk e di a vazhdon akoma në Ukrainë Musku të japë internet. Po, vazhdo. Nuk e di tani në Iran a është apo jo? Jo, po, iranianët përdorin Starlinkun për të lëshuar dronët dhe raketat. Seriozisht e ke? Nga njëti burim? Po, nga njëti burim. S'ka mundësi kjo kulla. Po. Po dale se po të jetë kështu atëre i bie që Jo, ta shpjegoj. ai problem. Jo, ka ta shpjegoj. Prandaj kjo që ka ndodhur është revolucion i madh, sepse rusët me këtë gjë që po bëjnë Starlinkun e tyre, sepse këto lloj Pse ka lidhje kjo pjesa e filmit që kisha qef unë të vendosim sot, që ti vdes për atë film me këtë të dytën. Po vendose. Se kuptoj. Po pse ka lidhje me të dytën? Me të tretën. Me të tretë. Me fabulën e tretë, po. Kulla çfarë është tani më vëlla? Dhe mund të më thuash ç'lidhje ka kjo me këto luftra që ne po shohim në këto momente, luftra teknologjisë lartë. Ka lidhje. E para. Starlinku është revolucioni i sistemit të internetit në botë, pasi janë 1000 satelitë që janë lëshuar në orbit, por janë lëshuar në orbitën e afër, janë rreth maksimumi 1500 km nga toka, ndërkohë që ata satelitët që njohim ne ata të dikurshëm ushtarakët e tjerë, se duhet kuptojmë që çdo gjë që ne përdorim sot interneti, çdo gjë ka qenë në kohën e luftës së hyje projekt ushtarak. Se ushtria e bën të gjitha. Dhe nga projekt ushtarak kemi kaluar në projektin civil. Dhe çdo shpikje në fakt, po thuaj se çdo shpikje fillon nga ushtria kulla. Nga siguria, nga siguria, po. Dhe në botë Starlinku ka një sistem 1000 satelitësh, të cilët komunikojnë mes njëri tjetrit dhe kalojnë gjithçka, pra çdo të dhënë data, gjithçka që kemi ne kalon në këtë sistem. Dhe ky është i pavarur dhe autonom. Tash ta shpjegojmë pse është i pavarur dhe autonom. Sepse satelitët nuk jo domosdoshmërisht duhet të komunikojnë me tokën. Ata mund t'i kalojnë dhënat njëri tjetrit. Imagjino tash një rrjet madhe rreth globit tokës. E kemi parë në fakt. Është dhe në qiell, duket ajo kur ecin ato. Është kapur, është filmuar e gjitha. Ecin njëri pas tjetrit. Si me qenë tren në ajër. Ata dhënat mes njëri tjetrit, satelitët, dhe kanë edhe mundësinë që këtë gjë ta bëjnë në mënyrë të kriptuar. Erdhi uji. Pra sistemi përveç se është autonom, i pavarur, sistemi është edhe i kriptuar. Tani, çfarë kanë bërë rusët? Kanë kopjuar po të njëjtën gjë, por me gjeneratën e fundit të teknologjisë, dhe e kanë bërë pra razvetin, ka lëshuar 30 satelitët e parë, me premtimin që deri në 2027 do lëshojnë 300 satelitët e parë, ki parasysh që Starlinku ka 1000, dhe deri në 2032 duan të mrrinë 800 satelitë. Pra, në këto momenti po flasim, nuk kanë lëshuar akoma apo jo? Jo, i kanë lëshuar 30 parë. Dakor.
dhe me prioritetin që SPAR-i do sigurojnë hapësirën e mbi Rusi, ki parasysh që Rusia është shteti më i madh në botë dhe ka një shtrirje shumë të madhe. Sigurisht. Është më i madh se Irani, më duket, sepse Irani Rusia është shumë më e madhe se Irani. Irani është sa 3 Franca, më duket, kulla? Irani është sa 2 Franca e gjysmë, po. Sa 2 Franca e gjysmë, po. Ndërkohë Rusia është shteti më i madh në botë. Qartë. Dhe tani Është më e madhe se vetë SBA-ja, më duket. po shumë e madhe se SBA-ja. Si gjeografi, po. Rusia fillon nga kufiri që kemi ne këtu me Turqinë, përfundon në Japoni, domethënë, kaq larg, kaq Shmënduri. Kur ka marrë njerën nga Japonia mbi Turqi, me fluturim direkt, me presidentin Meta, 13 orë fluturim, nga cilët 12 orë ishin vetëm mbi Rusi, për të kuptuar sa më. Pyta. Dhe tani, hapësira e cila rusët synojnë të kontrollojnë, për momentin është vetëm hapësira mbi Turqinë, ose vendet hapësira mbi Rusinë ose vendet rrotull, por në të ardhmen ata duan të bëjnë të njëjtën gjë që të kenë gjithë globin. Po ku e kanë prioritetin? Nëse Elon Musku e ka pas prioritetin civil edhe ushtarak, ta kanë prioritetin ushtarak edhe civil. Pra po them, satelitë që komunikojnë me njëri tjetrin, afër tokës, që japin internetin në mënyrë të pavarur, për industrinë, për ekonominë, për bankat, për gjithçka që ka të bëjë me pjesën civile, por edhe gjithçka që ka të bëjë me pjesën ushtarake. Tani që ta përktheun, imagjino, iranianët futen tek sistemi europian i satelitëve dhe tek sistemi amerikan i satelitëve ky i Elon Muskut, dhe kanë bërë ato që kanë bërë me raketat që kemi parë ne dhe edhe me dronët, sepse është njëjti sistem të dhënash Starlinku dhe ky europiani me cilën fluturojnë dhe avionët aviacionit civil dhe internetin që kemi lart në avion, pra gjithçka që kemi sot. Tani imagjinoje këta t'ja vënë në dispozicion vetes se Kina po zhvillon një vetin. T'ja vënë vetes edhe t'ja vënë dhe iranianëve në dispozicion. Imagjino se sa rritet pushteti dhe autonomia ushtarake. Prandaj them, kjo luftë, nëse të kujtohet para 4 vjetë diçka kur filloi lufta në Ukrainë, kemi thënë përveç që kemi të bëjmë me luftën më të madhe e tjerë, kam thënë kemi të bëjmë edhe me fillimin e luftës së parë hapësinore. E ke thënë këtë, bravo, tani më kujtohet. Luftës parë botërore hapësinore. Dhe kjo është dëshmia e kësaj. E kemi pas shembull me titull emision. Po, lufta e parë hapësinore. Sot amerikanët kanë dërguar një madje një anije për të dërguar edhe një herë njeriu në Hën. Jo dje, ka disa ditë dhe kanë shfaqur pamje të jashtëzakonshme nga lart. Po. Po jo në Hën, rreth rrotull Hënës. Po në Hën. Tregon që ajo e para në vitin 60 sa ishte, 70 sa kur i kanë gjas me për të parë gjithashtu. Ajo ngelet mister. Ajo ngelet mister, por ngelet mister se fakti që tani këta vend thjesht për ta testuar, ti vinë rreth rrotull, jo për të ulur, tjetra Artemisi tjetër mund të ulet. Tregon që na kanë gënjur me ato paront. Ngjarjet që kemi. Mendoj unë. Edhe Artemisi i NASA-s, edhe Razveti tregojnë që jemi në një fazë të re të zhvillimit të luftës hapësinore. Po më fal, pse krahason ti me Artemisin kulla këtë Razvetin? Jo, ndodhen në një njëjtën kohë, nuk është se krahason. Okej, mendova se mos. Ndodhen në një njëjtën kohë. Janë 2 lajme të cilat po ndodhin në një njëjtën kohë. Tani një gjë nuk ma the. Këto në hapësirë, qoftë Starlinku, qoftë ky Razveti. Në hapësirë këto, mund të më thuash me çfarë energjie se ato nuk kurse ulen, nuk kurse me çfarë furnizojnë. Momentin që del... Nuk ka nevojë për energji? Jo. Sepse rrit brenda asaj? Po. Po mi pasaj kur duan të ulen? Si ulen, ato azjesohen në ajër, dhe më thënë. Seriozisht e ke? Po nëse të kujtohet kur... Po mirëmbajtja? Si e bën mirëmbajtjen? E kanë, është parashikuar për para... Diellore, më thonë, diellore. Dhe kanë stacionet hapësinore. Është diellore. Po është diellore, po kanë stacionet hapësinore, tash është autonome jo. Duhet kesh parasysh diçka, Arian, që kur filloi lufta në Ukrainë, sateliti i parë që u azjesuar me lazer, se këto mund kthehen dhe armë në hapësirë, ka qenë sateliti e Eutelssatit që rrinte mbi Poloni. Sateliti e Eutelssatit përdorej për stacionet televizive, por në të njëjtën kohë ishte edhe satelit që përdorej për qëllime ushtarake. Dhe rusët gjën e parë që kanë goditur, para se të fillojë lufta, ka qenë sateliti i Eutelssatit, i cili ishte prodhuar nga 2 kompani, një franceze dhe një italiane, dhe u azjesua pikërisht që të ishte Ukrainës dhe mundësinë e pasurit të dhëna ushtarake nëpërmjet... E kam dhe unë atë antenë Eutelsat në shtëpi. Tani imagjino, e kam pas se di. Një saç i bukur i madh shumë, tani sy mën puna i. Tani kjo tregon që jemi në zhvillimin në të njëjtën kohë
edhe kinezët po bën një rrjet të tyre si Razveti. Pra Razveti është zhvillimi i një kompania quhet Byro 1440, kompania ruse që po e zhvillon këtë, se dhe kjo është një kompani private, me kuptohet me kapitale dhe shtetërore të tjerë. Dhe jemi në zhvillimin e një epoke të re të luftës hapësinore. Pra, kjo është lufta e parë botërore hapësinore. Ndërkohë që ndodhin këto lufta në tokë, kemi edhe luftën në... Po të paktën deri tani në këtë momente, kjo nuk është luftë që të vret fizikisht apo jo. Po pse ato raketa me çka kalojnë? Ti thua kalojnë nga kjo? Po me satelit, me paktën në rastin amerikan, dhe në rastin iranian. Ti thua i drejtojnë satelitët? Nuk kanë GPS ato? Do shfryzosh, kanë dhe GPS, po do shfryzosh të dhënat satelitore që të kesh goditje precize. Po, jo, po. Palësisht e mundur që iranianët godasin dhe çajnë për ditë rrjetin më të sigurt të mbrojtjes që është ai Izraelit. Pikërisht nëpërmjet saj, ata futen në sistemin e satelitëve që përdorim në Evropë, që prodhon Thalesi dhe Aerospace, Thales, Alenia Space edhe Aerospace, pra dy kompanitë mëdha europiane, franco-italiane edhe britanike, dhe futen marrin dhënat nëpërmjet tyre, që janë dhënat që përdorim ne në aviacionin civil, që përdorin avionët kur kalojnë dhe godasin. Imagjino me një rrjet komplet autonom satelitësh. Ledio, ti nuk i mora ato imazhet, s'ke faj në fakt. Ti kishim ato imazhet nga hapësirat që i nisa unë shumë të bukur ajo, por të e di, po shumë të bukur thjesht, por e di që bëhen shumë, por një moment më të epim një më se nuk është një problem. Për shumë me këtë rastin e kësaj të Razveti dhe do të shkonin shumë. Dhe duke toka është, janë pamje brillante dhe janë tani, nuk janë të vjetra, më kupton? Jo, për shpërdit kjo ndodh. Pra edhe momenti që ne flasim. Tani ata lëshojnë pamje, po. Kur ne themi telefoni, si bëhet? A kupton, është gjuna që ne nuk i përdonim qoftë dhe 3 sekonda këto. Se janë lajme më por mund të ishte një lajm vete kjo. Unë thashë se do e mbanin, po nuk e di se nuk e mbajnë. Të kujtohet kur u bë sherri Elon Musk Trump? Iku Elon Musk nga qeveria? Po, si s'kujtohet. Një moment u çmend Elon Musk tha, ja hoqja ju lash dhe pa internet. O, qetësos, kupton se u çmend, kupton? Dole jashtë kontrollit. Pyet dikush kulla, zoti kulla, nëse marrim të mirë qenë e ka për të parë në fakt. Nëse marrim të mirë qenë perëndimet e fundit të Iranit për rëzimin me një F-35 në territorin e vet, ndonë tani deri tani që F-35 u godit dhe ul në Kuvajt, kjo është... Personi me duket është dyshues i madh. Kjo është dëshmi publike e burimeve të Pentagonit, nuk po flasim për gjëra që... Kemi më shumë konfirmime për një F-15 thot Strike Eagle, se sa për F-35 lajt... Jo, F-35 u godit dhe ul në Kuvajt dhe është lajm publik i konfirmuar nga Pentagonit. Ja, ma të lexojmë mirë shtot, Po, okej. Kurse F-15 është lajm i sotshëm. Nuk ka lidhje me ty kjo, mo. Ka qef të jap informacione të shohim çfarë thot. A jemi përballë një momenti që sfidon mitin e padukshmërisë absolute të avionëve stealth? Jo, ne kemi ditur që t'japim përgjigje. Duke shtuar një dimension më spekulativ, nëse në përpasken Irani ka akses të bashkëpunim me sisteme S-400 Triumf, a do të thotë kjo strategjia e mbrojtjes ajrore po e barazon fushën e lojës me surfuqitë ajrore? Pra, a jemi në prag të një epoke ku hapësira ajrore ku e përsia ajrore nuk garantohet më nga teknologjia, por nga kombinimi i inteligjencës, rrjeteve dhe luftës hibride. Po. Saktë ka apo jo? Prandaj thashë të lexojmë në fund, sepse nuk e kishte me Se dikush ma dërgon këtë, jam kurios, nuk e di. Jemi në këtë pikë. Një dhe tjetërit. Tani u përlejtojmë mesazhet tuaja se sot për fat keq kishim marruar, se na kishte marrë priza atë. S'kemi iPadin të lexojmë pyetjet në QR kod. Pyetjet tuaja, kështu që po i lexoj ca pyetje që keni dërguar në WhatsApp. Oçani bënte një ish kolonel amerikan, thot, një analist e Al Jazeera, thot, dhe thoshte që F-18E është avion i futur në shërbim që në mesin e viteve 80 dhe është avion 40 vjeçar. Është plotësisht e mundur të rrëzohet si me S-300. Por s'ka rënë F-18, ka rënë F-15 apo themi. Dhe e dyta... Me raketë që lëshohet nga krau. Se me S-300 që si me raketë që lëshohet nga krau. Dhe piloti është shpëtuar nga ushtria USA me ndërhyrje me helikopter. Se di për ato 27 qytetet tokë, ndoshta ekzistojnë, nuk i di, ndoshta ato i di vetëm CIA dhe Mossad, s'kuptohet kulla nga i ka këto burime. A kjo e dyta. Burimet i kam gjithmonë saktë, prandaj arriti them para 21:32, po patjetër. Prandaj dhe njerëzit me zit presin çdo të premte kulla. Starlinku rus ras vet zgjerrë lufta në hapësirë, çfarë perle. Më le dio çfarë është kjo tani, se më duket se do plasësh diçka. Mos thuaj që i morë imazhet e asaj në hën.
Jo? Po. Qarë perle. Nuk e mbyllu emisione sot Ledio post ma madon nga hana, po. E kam fiksim keq. Po unë them ti mbushim avionët tjerë edhe... Ikim mbushim pak. Ikim mbushim pak tani ku baset se argjuam me energji, vla. Oke. Se dakord ato janë me diellore, po ne këtu... Po nuk odhëm naftë edhe këshu benzin ose gaz, aha. Vetëm të SPO Oili ju kanë thënë miq, ndryshe keni çek motori. Mos e fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj. Kaloni në rrugë dhe thonë, mos mbaroj karburanti, mos jam në fund, mos më doli e kuqja. Jo. Mos e lini te e kuqja, se pastaj duroni të fuseni në çdo lloj zorre të mundur, edhe e shkatroni makinën. Dakord, i merrni frymën, shkoni vetëm te SPO Oili, është i vetmi karburant cilësor 100% i pastër. Benzina dhe nafta, pa hile. Shikojnë sa logo e bukur është, SPO Oil, the fuel of champions, bravo Said! Gjithandej i keni, unë për vetë shkoj të rruga e Vajës, ndonjëherë të bloku, më shumë të rruga e Vajës, se bloku ka trafik, të rruga e Vajës, dhe keni dhe janë Shtinanës. Bravo Said, je i paparë. Është rrit pak çmimi, po, pa marrja vlen, me një produkt të saktë, të pastër. Dakord? Ledion, e besoj nuk kemi pauzë, vazhdojmë pa tranzicion me kullën. Sans tranzicion, po. Ora është 21:34 minuta, miq, ky emision është quhet Zonë e Lirë, është episodi im. Në fakt është episodi 1065, siç e shikoni. 23 vjet emision, 1065 emisione deri në këtë moment po flasim, sot është data 3 prill 2026, ora është 21:34 minuta. Jam në studio me Ilir Kullën, jemi live. 15 vjeta, një avion amerikan i gjeneratës fundit është goditur nga Irani. Një pilot ka shpëtuar, nuk dim akoma se si e kanë marrë shokët e vet. Është evakuar. Është evakuar, ndërkohë tjetri se janë 2 pilot, nuk dihet akoma nëse do bjerë në duart e iranianëve, është gjallë apo do e shpëtojnë vetë atë. Ky është misteri që do marrin vesh sonte ndoshta gjatë natës deri nesër në mëngjes. Plas fabula tjetër në ekran, Ledio. Alors on danse. Para se të shohim një moment nga një film që do kuptoni shumë mirë, kse qep shkulla shumë atë film, do kuptoni se si bëhet lufta. Le të shohim pak këtë kulla, ose të shohim filmin dhe pastaj të shohim imazh dhe urës. Ja, plasë pak filmin Ledio, dëgjoni me vëmendje. Po mos ai që nga ekrani mua dhe kullën Ledio po munde. Ose mba kullën ose mua nuk ka si kullën më shumë. Dhe lere Filmi Hollywoodit. Filmi Hollywoodi i sa vite përpara? Oliver Stoneit, po. Oliver Stoneit, po. Shikoni. Well, I know what I see, Mr. President. I see a world where in about 25 years... Pjesa më e bukur është kur i thot ai cila se të gjet Dalis, i thot ai thuaje, si quajmë sekretari shtetit. Colin Powell. Colin Powell dhe ai që i thot nuk ka. Zoti presidenti. Dhe Bush i sfiste fare. Dhe Condoleezza Rice që e shef kështu. Pra cila se të gjet Dalis, ma mirë do hyjmë në luftë, po cila është nuk ka. Pastaj çfarë thon brava? Dhe pastaj thotë që Jo, nuk ka dhe pastaj thoshte një ne aty, po s'vazhdon të më për kthimin. jo po flet për Iranin pastaj. Dorim. We stay, thoshte. We stay. Ne dorim, nuk ka dorim atje. Po flisim për Irakun, ha? Ky është për Irakun. Dhe pastaj flet për Iranin. Pse vazhdon dhe për Iranin, bravo. Po se selam te Iranin, pse mor vetëm Ti këtë? fol me Ledion. Ti vetë doje që ishe vetëm te Iraku, doje dhe Iranin bashkë. Nuk ka analizë më të mirë gjeopolitike se ajo që ka bërë zëvendës presidenti Dick Cheney. Sa është fiction nga kjo që panë të ky film, dhe sa është Ki parasysh dhe sa është reale. Këto lloj filmash kur bëhen, duke qenë që janë filmat Hollywoodit dhe kur kushtojnë shumë, këto marrin shumë nga dokumentat reale, nga mbledhjet sekrete, nga dokumentat reale dhe nga dëshmitë. Pra nuk është aq fiction thua ti. Jo, është shumë real, se nuk është një nga filmat më të bukur. Është e njëjta situatë në Iran kulla tani? Pra nuk do kenë dalje këta? Dorin atje? Jo, këta vetë thonë që ne nuk shkojmë për tikur, ne shkojmë për qëndruar. Në rastin e Irakut ata qëndruan në fakt, se ata zbritën në tokë pra. Diferenca jo, gabimi u bë sepse Iraku kthye në një Iran të dytë, sepse ata që morën pushtetin në Irak ishin shiitët. Po kjo është një analizë. Kjo është analizë tjetër, po. Po çështja është që në rastin e Irakut, na u tha që në atë kohë na u tha që ndërhyrja bëhej për arsye. Na i thonë një ujë nëse vdiqëm. Na u tha që arsye bëhej për demokracinë etj etj.
Ndërkohë presidenti Trump është i vetmi që nuk merret fare me demokracinë, me civilizimin e tjerë. Presidenti Trump është drejt për drejt. Bie regjimi se ne duam në pushtet një regjim që të na japin ne naftën dhe gazin, kështu që presidenti Trump është tërësisht i sinqert në marrëdhënie. Pra e thot qëllimin, e shpreh. Po. Nëse ata nuk e shprehin. Ata na thonin që do eksportojmë demokracinë edhe do importojmë. Ndërsa filmi s'bën gjë tjetër, veç se tregon në fakt. Tregon realitetin dhe presidenti Trump, ndryshe nga 20 vjet përpara, 23-24 vjet përpara, është më i drejtë për drejtë dhe më i sinqert. Bën atë që kanë bërë filmat deri dje. Jo, po drejt për drejt. Shiko, duhet të vlerësojmë një nga pjesët më të forta të presidentit Trump, anën e fortë të komunikimit, i cili është tepër i drejt për drejt në gjërat që thot dhe tepër i vërtet në gjërat që thot. Kjo ura konsiderohet si ura më e madhe në Iran, unë nuk e di ku është, ti mund të më japësh një informacion. Është goditur dje. Kjo lidh një nga qytetet kryesore të Iranit me Teheranin, është një nga urat kryesore, 150 metra lartë, zëri fundit i teknologjisë rrugëve, dhe është goditur nga Amerikanët. Amerikanët pretendojnë se kjo ishte një nga urat që përdore shumë për transportin e mjeteve ushtarake të tjerë, ndërkohë iranianët pretendojnë që kjo ishte një urë që shërbente vetëm për qëllime civile të tjerë. Dhe presidenti Trump ka thënë që goditja e kësaj ure është pararendse e çfarë do të ndodhi Iranit nëse deri me datë 6 prill iranianët nuk japin një përgjigje pozitive për... Pra bëhet fjalë të hënën apo jo, Baron Afati? Po, bëhet fjalë që të hënën Baron Afati dhe nëse nuk ka një marrëveshje, atëherë do të ketë një goditje të objektivave të tjerë, pra siç ka thënë presidenti Trump, që janë centralet elektrike, uzinat e industrisë kimike, duke patur parasysh që Irani është një nga vendet më të zhvilluara në botë për çështjen e industrisë kimike, pra kjo është vetëm një pararëndje e asaj që do të ndodhi me vazhdimin e luftës. Pra kemi të bëjmë përkundër faktit që flitet që ka negociata e tjerë dhe në negociata në Zvicër. Po, në Zvicër. A flet dikush në Zvicër apo është fake news, se nuk po e kuptoj më. Unë mendoj që është fake news sepse mendoj që negociatat reale po ndodhin o në Oman ose në Pakistan ose mes këtyre dy vendeve, nëse ka negociata reale, pra ka faktorë... Po Teherani e pranon që ka negociata reale? Teherani pranon që po flet me palë të treta. Po pra. Po negociata reale nuk ka, pra Amerikan me Iranian. Pra ka negociata për të pas negociata. Palë të treta që mund të jetë Kina për shumë në këtë rast. Jo, në rastin konkret flitet për dy vende që janë të pranueshëm për të dy, pra Pakistani dhe Omani. Jo Kina. Jo Kina. Kina dhe Rusia duket qartë që janë dy vendet që po vazhdojnë të bazë amerikane... Ndërkohë hakmarrja është e paparë, kullas, sepse ndërkohë që amerikanët bombarduan këtë urën që me siguri që ose ajo përdoret edhe për qëllime ushtarake, është një gjë e mirë. Edhe sikur mos përdoret për qëllime ushtarake, po për qëllime civile, sërish ajo është një goditje nivelit shumë të lartë, sepse është goditur një nga infrastrukturat më të rëndësishme në Iranin e sotshëm. Dhe ne nuk e dim se ku është tamam kjo ura, në çan është midis, më thanë që është midis Teheranit dhe Karajit, po. Karaj apo Karazhi? Po, varet si lexon. Karaj tani është qytet? Po, është një qytet, po. Është midis Teheranit dhe Karajit, po nuk e di sa larg janë, nuk e se sa janë këto. Është një nga Është perëndim të Teheranit kjo. Po, është një nga infrastrukturat më të rëndësishme. Dhe pastaj iranianët janë përgjigjur me raketa duke goditur edhe një këtë bazë shumë të rëndësishme amerikane në Arabi Saudite, ku goditën para disa ditësh një avion... Po, pra, dhe këtu ka bërë namin, po. Dhe sërish kanë goditur avion të rëndësishëm... Shife. Ja, ku është. Kjo është ajo, më duket, është F-35-a kjo? Jo, është tjetër kjo. Ky është avion transportues. Dhe ky është transportues, dhe ky më duket se ishte në bazë amerikane në Kuvajt, më duket. Jo, apo në Saudi, në Arabi Saudite. Në Saudi. Tani janë bërë lëmë shkollat, dhe janë dhe një gjashme shumë fotot, të? Janë goditur gjitha bazat në rajon, nuk e se më ka një bazë e cila s'është goditur nga deti mes dhe, pra, nga Qipro e këte janë goditur paka shumë gjitha bazat. Ku ka pas më shumë dëmë dhe ku ka pas më pak dëmë, po janë goditur gjitha bazat. Imagjino sikur tani, Amerikanët të mos kishin sjell flotën e vetë edhe në mes dhe, edhe aty në Oqeanin Indian, dhe iranianët t'i kishin bërë këto goditje pa qenë mbrojtje amerikane, se është dëshmuar që tjerët s'kan mbrojtje, dhe nëse ka funksionuar deri tani sistemi mbrojtjes, është pikërisht sistemi mbrojtjes që kanë sjellë amerikanët. Imagjino sikur të mos ishte sistemi mbrojtjes amerikanët, çfarë dëmesh tjera do kishte pas rajone. Po jo, po prap, ideja është kjo kulla, që si ka mos nuk funksionojnë pra. Jo, kanë funksionuar, po tash nga... Ndonjë dhe e kap, thua ti? Jo ndonjë dhe e kap, tash
sipas burimeve serioze thuhet që në çdo 3 raketa 2 kalojnë, sipas burimeve të mia thuhet që në çdo 3 raketa 1 kalon. Po sërish edhe një të kaloj, pra edhe një raket nga këto të bin Tel Aviv e bën atë lagje ku bie bën gaz. Ky avioni që po shohim që është në Saudi apo jo kulla? Po. Që është avion Jo, ai ishte avioni Avax para disa ditësh. Po pra, është ky i shohim tani në foto. Jo, është tjetër. Avax. Po, ky është avion transporti. Avax më thonë me radar që radarët e avioneve të flasin me njëri tjetrin. Po, Avaxi kushton $1 miliard. Pyet, ose këtë C-135 për rifurnizim. C-135 është për rifurnizim dhe për transport ushtarak. Për transport trupash të transport. Me kerosin, që është kerosia? Kerozene është karburanti avionve. Si quhet kjo? Kerozen. Kerozen është shqip kjo? Kerozen është në anglisht dhe gjuhë ndërkombëtare. Fyta. O kulla, tani, me që jemi të imazhet, nuk e di Ledio i çova mesazh tani. 2 minuta të Ledio, po. Se nga që e kishe shnuar vetë Ledio këtu të kjo të zëllëja, thash mos do shta e ke kot. Të fusim qik, para se të kalonim të kë, se na kemi dhe qerekore me kullon. Ndërko po bëhen gati, më thonë, Marsit Gubi dhe Sebastian Zonja, për të vazhduar me zhvillimet e tjera, ndoshta jo në Iran, por më afër këti nga anet, do më thënë, në Albanistan. Ndërko që janë këto kulla, kjo kemi mash tani që po shikon këto kulla, kjo është US. Ky është Avaxi. Ky është Avaxi. Është godit dhe ky? Po, ky është goditur para disa ditësh, 3 ose 4. Në tokë? Në tokë, po. Në bazën... Ky ishte në Saudi, më duket? Po, në bazën e Saudit. Ja. Un deuxième avion américain abattu par l'Iran aujourd'hui. F-15. Unë më dova se e kishe kështu o plak, më dova se e kishe video, po ti e paske vetëm foto. Kjo është abattu par l'Iran aujourd'hui. Ky është lajmi i fundit i F-15-s kulla apo jo? Ky është F-15. Jo, nuk është ky. Pra është një avion i dytë, jo, nuk është ky. Pra F-15 është rretzuar sot, ky është i dytë. Pra ka një lajm për një avion të dytë që është rretzuar, prandaj quhet lajmi i fundit. Ky është F-15 ose është F-22 Raptori, po. Do të thënë është kjo gjenerata e këtyre avionëve. Tani është rrezuar apo jo i dyti, apo është? Pra, është një lajmi është që një avion i dytë është rrezuar, pra nuk është në ekran ndoshta, po mund të jetë një avion tjetër. Le tjetër. ta sqarojnë, iranianët pretendojnë se kanë rrezuar 2 avion. Pentagoni konfirmon që është rrezuar 1. Tani ne do ta shohim. Nëse është ky atëri bie që të jetë një Raptor, domethënë dhe po do ta shohim sepse deri më shkruajt e zëleja plak, se nuk më kaloj nga zëleja te. Deri nesër në mëngjes do kemi konfirmimin nëse ka një avion tjetër. Kaloj e zëleja, të lutem. Dgjoj, është A10 më thon kulla. Ky është A10. Ky shohim këtu. Është A10 thon, A10 Warthog. Warthog lexohet? Po, është sulmuar A10 Warthog, i cili është goditur pranë ngushticës së Ormuzit. Të kam dërguar një link. Dhe po ta përkthej live në anglisht nga Ky është goditur në jug, që s'ka lidhje me goditjen e avionit tjetër. Pra, sipas New York Timesit, lajmi është ky. Është sot. Po e lexoj tani në Ky është një avion tjetër dhe nëse është New York Times është prapë një burim amerikan që konfirmon. Që do ja pritet që mbledhen. Po lexoj lajmin, po e përkthej lajmin live nga linku i BFM-s. Çfarë thot? Sipas New York Times, një avion i dytë sulmues i ushtrisë amerikane është goditur në regionin e Gjirit Persik dhe me një pilot të vetëm në bord, i cili është shpëtuar dhe është i shpëtuar, po. Gjithmonë, sipas New York Timesit, që citon 2 përgjegjës amerikan, avioni i sulmit A10 Warthog është goditur pranë ngushticës së Ormuzit, pak momente pasi ose përpara goditjes së F-15-s, i cili ka rënë sot në Iran. Prit, tani kam një lajm tjetër që më vjen nga mediat iraniane. Tani u shtru emisioni, jepi kulla. Televizioni shtetor iranian ka raportuar se një shpërblim do t'i ofrohet kujdo që ka pilotin amerikan. Ndërkohë të marrë. Jo, vazhdo, fol të Maçi Kon. Majorin Smith. Maçi Gujrat. Kushdo që kap majorin Smith gjallë do të ketë një shpërblim financiar. Është lajmi tani i fundit. Po, është i fundit, që vjen nga mediat. Për një sekond që mos dal para kamerës, para tele. Kjo tregon që jemi live. Po, jemi live, burr. Kështu që çfarë ishte kjo zonë të lirë. Çfarë ishte kjo? Pra,
Qeveria iraniane ka ofruar nëpërmjet agjencisë së vet shtetërore një shpërblim të majm për secilin që kap gjallë atë pilotin që nuk po gjen. Majorin Smith. Smith quhet i shkreti. Dgjoj. Po, nuk din gjë. Që bën shpecia interneti sa fleto lajme. Po çfarë fleto? Si ka ndryshuar dhe natyra e luftës. Është e frikshme shumë gjuna. Ndërkohë ne shpresojmë që vërtet Majori Smith të shpëtojë edhe të kemi Pale ku fshihet tani ai atje kulla. Po imagjino se kjo është ngjarje ka ndodhur para 7-8 orësh tashmë. Kjo është një luftë më vete, tash imagjino sa njerëz janë lëshuar gjithashtu dhe sa të tjerë janë lëshuar që ta kapin. Shpëtojnë dhe familja imagjino çfarë ankthi kanë familjarët në këtë rast. Të cilët e marrin vesh nëpërmjet internetit që i afërmi tyre ka këtë situatë. Majori Smith. Është dhe fotoja e Smithit. E kemi foton? Ja t'ja çoj let. Nisja që letja, tamam. Ha? E bukur është. Ja t'ja çoj. Kemi kohë vlla, prisja janë pauza të bukura shumë, do mos e vëna më mirë plak. Mendoj se u je në shtëpi, ja çova Ledios, ka Ledi. Çfarë perle, gjyna Majori Smith markulla gjyna por si u ka dhënë disa amerikanë të shkret shumë por që daja të shkret që duhet të merren me hordhit atje, i çmendën hordhit më. Çdo luftë ka ndodhur kështu gjëra. Ka dhe një lajm tjetër që Izraeli ka ndaluar të gjitha goditjet në Iran për gjatë kohës kërkimit pilotit amerikan. Ma normal, minimumi që mund të bëhet, e kupton? Normal. E kupton tani se ç'bëhet vëlla. Jo, unë imagjinoj se duke qenë prind vetë, imagjinojmë familjen e atij shkretit. E në udin sa vjeç është Majori Smith? Ja çova foton, i ri duhet jetë përderisa është major, i bit në moshën 35 vjeç diku. Pilotët nuk fluturojnë shumë gjatë, për shkak të viteve të jetës që kanë. Ndërkohë i po presin ta nxjerrë foto Ledion të nxjerrë foton e Majori Smith, janë nisë besoj. Po, janë nisë. A10 që po shohim kulla, ky A10, më thon, A10 Warthog, nuk di ç'më thon Warthog në shqip. Si ta përkthejmë apo është emër? Warthog ç'do më thon. Nuk do të më thon asgjë. Është avion legjendar, më thon, është shumë i avashtë me qëllim dhe godet me plumba, thot. Super bish avion. Është shumë aktiv mbi Irak dhe në Hormuz duke goditur flotën iraniane. Ndaj dhe hëngri. Se e afrohet tyre, e kupton? Atë nuk e ka goditur flota, domethënë. Imagjinojmë që edhe ky është goditur me raketa, dhe prandaj po them që iranianët se dim pra, sa jesën dhe gadal. S'ka rëndësi prap me S-300, S-400, nuk ka sisteme tjera që mund të rrëzojnë këtë lloj avionesh. Te lajmin e kullës më thon Çani është super e rëndësishëm, e kanë dhënë që lajmin e shpërblimit e kanë dhënë dhe kanalet greke, thot Sky Star, normal. E ka dhënë gjitha kanalet, jo vetëm greke, Kerosen është vajgur, thot. Kerosen është vajguri. Keroseni pra? Pyta, kerosen, po. Djetë, sepse është support toksor, clear, cause sport. Oçani thotë, më thonë, Oçani ishtë bënë një koronesh francez, një koronesh amerikan janë listë e Gjazira, me e lexuam, Oçani dhe A10 dhe ka rënë në Hormuz, dhe shpëtuar piloti. Është A10 dhe ka rënë në Hormuz dhe shpëtuar piloti. Qa thotë ky? Kosta, që e duke thënë? Lë Kosta. Lë Kosta, nuk është Lat Kosta, plak. Lë Kosta. Se di ndoshta ai. Më të Çani A10 dhe ka rënë në Hormuz, thot. Çani është A10 dhe ka rënë në Hormuz, është shpëtuar piloti. Tani ky është lajmi i fundit. Po ky është i fundit i fundit. Është i fundit fare. Ky është lajmi i fundit, po. Po pilotin e zdim që këture di. Piloti është shpëtuar, pra. I këtij, po pra, po. Po ky është lajmi që lexova më pak më parë. Po pritani se u bëm lëmsh. Është tjetër ai që po nuk Ja 10-s. Sepse ai është afër Teheranit, kurse ky është në Hormuz, në jug. Shiko, Çan, avantazhi i internetit të jep, bota ka ndryshuar me ritmin e internetit dhe avantazhi i internetit të jep mundësi, ku është fotoja e Majorit Smith. Ky është Majori? Po. Se shohim mirë drejtë, me unë se shoh mirë, po duket. Çfarë thotë Ledi atje? Ja me djalin. Iran State TV offers ka ofruar shpërblim për kapjen e Majorit Smith gjallë. Mikrofonat urgjencë jemi vonë. S'ka? Qa s'ka? Se vetëm një ka kulla? Nuk bëjmë duhet shkojmë bëjmë qokat njerë, pastaj të vëmë mikrofonat. Sa më pëlqen. Ka radhë puna. Ka lezet më murë, fëqa perle. Akoma s'po mësojmë. Avion e ngiste piloti Ludvig, thot, ish vështirë të gjende një pilot me i ligë. Qa perle, poezi, ej. Kush e tha këtë? Një miku jonë, kulla, sa them do të emrin. Është një poezi e vjetër. Kjo është abuzosh. Po jo, është poezi e vjetër, kulla. Avionin e ngiste piloti Ludvig, është ruski Ludvigu, pra. Jo, Ludvig s'mund jetë rusë. Po qa është Ludvig? Gjerman. Pripa nazist. Avionin e ngiste
piloti Ludvig ish vështirë të gjendej një pilot Mi-Lig. A thua? Qarë perle. E më thuaj, kush e ka bërë të poezi, se nuk është të ndja kjo, kush e ka bërë, më thuaj autorin poshtë, ba. Avionin e ngiste, qarë perle e ngiste. Jo, ngiste është tipike Korçare, po. Korçare është? Po. Se ti thua, mund t'jetë Korç, Dridroj? Kolonjë, Pogradec. Mund t'jetë Dridroj? Ja, më se di, ndoshta. E ngiste piloti Ludvig, ish vështirë të gjende një pilot Mi-Lig. Nese, para se t'i iki kulla, jemi në pritje të... Kemi komentet e njerëzve? Jo, s'kemi Pyetje sot. përgjigje. S'kemi sot. Kemi pyetje përgjigje. Po nuk e shikon që mungon iPadi. Se në kështë e marra jo, pra, kulla. Teknologjia e pasere, kishin fut prizën e kujtonim se i kishin futur. Fakta ishte jashtë. Andaj gjithmonë duhet të konfirmoni mirë, futeni tamam, po të belet pak jashtë. Nuk është se nga ka sabotuar Razvati, për shumë. Jo, nuk besoj se është kjo, jo. Kemi. Jo, ishte çështje thjesht, ke parasysh, çështje, është çështje që kur nuk zë mirë, nuk merë karikim, mërë burë. Shka që thjesht, më ndodhe mua me celularin e pasere. Keni dështuar. Do ta çosh deri në fund, domethënë. Po pra, do të kuret Do ta çon. shtysh deri në fund. Bravo, kuret çon, ke parasysh do të jetë pam që të dëgjohet zhurma. Ndryshe po e bëre, s'të dëgjohet zhurma. E ora është 21:55 minuta. Me qëra fjala, nuk do ikim me kullën në këtë 5 minutë të fundit, sepse kemi lufta ka dhe batuta, ka dhe Lufta mbi gjitha është biznes, çam. është biznes, po ka dhe retorika interesante. Po sigurisht. Ka dhe kështu, ka dhe bullizma. Trumpi si njeri që njifet tashmë, si lider që njifet tashmë për gjuhën e tij të drejt për drejt, kulla dhe pa Unë kështu. me të drejtën e adhuroj në faktin që ai qa mendon e thot. Është gjuha e komunikimi i tij edhe në këto 40 ditë luftë. Ai ka qenë i jashtëzakonshëm, në asnjë moment ai nuk ka fshehur, ka qenë i drejt për drejt. Jashtë që bëri nga inati tani që Franca jo vetëm që nuk merr pjesë në luftë, që i ka thënë ai hajde na ndihmo, po Franca arriti tani vllai mbylli dhe hapësirën ajrore e amerikanëve. Kur e mbylli dhe ushtria, që do të çonin po nëse po Franca ka qenë aleat gjithmonë. Franca është ushtria e rëndësishme e NATO-s dhe aleancë. Dhe e bukur është e di pse e mbylli, po dëgjoja këta kolegët tu francezë. Sepse avioni amerikan nuk do nisej për të bombarduar, po do shkonte në Izrael të linte gjëra ushtarake, materiale ushtarake të rëndësishme, me shumë vlerë. Dhe thanë, po të mos ishte Izraeli, mundet kishte kaluar, po mos shkojnë në Izrael, e pas nga me Izrael një problemi në Francë. Kanë kohë që janë rëndë. Po dhe ministri Crosetto, ministri mbrojtjes italis, i hoqi drejtën amerikanëve të përdorimit bazës Sigoneles, asaj që është në Catania. Jo kësa në aviano. Jo, asaj në Catania, ke parasysh në kratë avionit Catania. Pra edhe me Loni fatikisht, po i ashtu Trumpit, po e reziston. S'është puna se po e reziston. Problemi është që ka një, me sa duket ka një qëndrim europian që mos përzihen drejt për drejt në luftë, edhe kjo e ka nervozuar presidentin Trump. Shumë. I cili ka deklaruar qartë që ne, nëse ju vazhdoni kështu, ne do dalim nga NATO. Pikërisht pra. Ne s'kishim fabull tjetër, apo jo? E kishim këtë, apo kemi fabull tjetër? Plasën e dio fabullun tjetër, të shofim Trumpin. E kemi, se kemi. Suc, seriali pa parë Netflix. Suc. Trump do dalim nga NATO, blof, apo mund të bëj vërtet, jemi në minutët e fundit me kullën, le të shofim Trumpin sa i nxehur që është dhe çfarë i thot Macronit, që Ksarave e ka tallur rënd, si të thuash, tallje, po është një tallje, thënë drejtën, është nën brez kjo, sigurisht njifet Trump për të gjëra, ndërkohë duhet kishim edhe atë reagimin e Macronit, i cili nuk është përgjigjur, ka thënë nuk është elegante, tha, dhe nuk kanë ndërmend të përgjigjen. Kaq e kishte shtyrë, e kishte kaluar me kaq komentin, është serioze lufta kishte thënë etj etj. Jashtë thot Trumpi për gjithë se keni parë për Macronin, shikoni. Fellow France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said,
No, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one, hopefully we won't. Relationships very good with the big one, better than with NATO. Unë I thash Emanuele, ai no, Donald, no, Donald. Jo, ai jemi tonë në mënyrën franceze. Po, mande, no, Donald, no, Emanuel, po kur thotë Emanuel, dhe bën zërin kështu. Tipi nga ana tjetër është treguar I qetë, s'ka kthyer gjë. Tani, Macroni, o gulla dëgjoj. Ti tani në këtë histori, vëlla, këta u futën luftë me Izraelin, as nuk ju mori mendim, as nuk ju thanë, as nuk I lajmëruan në plak, që le do hymë. Fare. Tani Macron mavria, le të themi kështu mavria, edhe pse ka bombër thamore dhe ai 200-300 tesata sa ka. Pa I ka vetëm për mbrojtje. Ashtu thuhet, po. Mund ta përdorin momentet të... Po jo, në legjislacion... E di ç'do të thuash. Legjislacioni francez nuk është kaq kollaj që ta përdori. Nuk është si në rastin amerikan që presidenti merr vendimin. Ai merr vendimin bashkë me një këshill dhe është vetëm raste kur është më e komplikuar se aq. Kur vihet në rrezik ekzistenca, pra. Po. Tani, po nuk është ky lajmi. Lajmi është, mos ndoshta ka drejt Macroni mor buri shkret në këtë rast. Se thotë, mi që sa morë dorën, ta na kërkoni dhe llogaritët. Po një sekond, a jemi aleat? Jo, unë do ta shikoja... Nëse jemi aleat, minimalisht mund ta emëroni. Po mos a miri për veshi sikur ne jemi ca kështu fëmijë shkollash. Ke parasysh ca thuaj më valla, si quhen këto më si se nuk po gjej dot fjalën, si çerra. Nuk kemi çerrat e tu zotri. Vërtet të njohim që je I fuqishëm, vërtet e dim, më fal, që pa ty NATO s'ka kuptim, I dim të gjithë fuqinë amerikane, po ta mohojmë, po mos a trajto dhe publikisht si çerra I thot ai. Të paktën na lajmëroje. Ai po I trajton si çan. Kështu që ke ti gabim. Atë I trajton si çan. Atëre tani ti ruaj lesht. Pse s'kalon mbi Francë? Më fal. Pse respekton vendimin e Francës? Tani të lutem. Ti e the, unë po të them vendimin. O pse ke drejt më? Ata ashtu janë më. 77 nëse 77% them pse merret me Macronin, ka dhe drejt në këtë. 77% e GDP-së NATO-s është amerikane. 3 ushtrit më të mëdha të NATO-s, SBA, Turqi dhe Angli nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Vendet e rëndësishme të Bashkimit Evropian, Franca, Gjermania, të tjerë janë vendet të cilat jo vetëm s'kan plotësuar 2% në GDP-s e tjerë, por në samitin e fundit që u bën Hollandi ishin edhe ato të cilat me cilat u përplas më shumë Trumpi për atë çështjen e famshme të 5% të tjerë. Dhe tani është e vërtetë se presidenti Trump nuk ka respektuar pra atë standardin që duhet ketë në konsultacionin në rast se do përdoret neni 5 e tjerë. Por, në anën tjetër, mos harro se idenë për të krijuar një ushtri europiane dhe për të pasur pavarësi nga Amerika në çështjet e mbrojtjes e tjerë ka qenë pikërisht Franca dhe presidenti Macron që e kanë hedhur. Pra, ajo që thotë sot Trumpi, ka lidhje me Iranin, po de facto origjinën e konfliktit politik dhe të përplasjes verbale, nuk e ka me luftën me Iranin, ka një vit më përpara. Ne? Pikërisht pra me BE-n, e cila do një ushtrit vetën dhe nuk paguan detyrimet që ka ndaj NATO-s dhe ai thotë, më falë, thotë, unë jam ai që Amerika është ajo që ju ka mbrojtur për 80 vjet. Unë jam ushtria më e madhe e NATO-s. Unë sot po bëj një luftë atje pikërisht që ka të bëjë me energjinë, me lëndën e parë etj. Dhe ju duhet jeni gatitur në momentin që unë ju thërrath, apo jo? Po ka shumë kjo është. Ju jeni ushtarët e mi, thotë ai. Kështu funksionon NATO. Nuk e se është... Okej, atëre pyetja ime është... Komandat e NATO-s, tash çështja është me këtë gjë që përmend ti, ke një drejt madhe. A jemi në krizën më të madhe të NATO-s si nga themelimi I saj deri më sot? Si retorik po. Jo edhe si retorik edhe si praktik. Po në akte s'ka asgjë pra. Po s'ka asgjë sepse nëse do të bëj veprimin në akte... Trumpi s'dem të vetë, marri leje, Jo, nëse ta them unë është neni 5, neni 4 është janë konsultat që duhet marrë me aleatët. Nuk del do të vetë Trump. Dhe neni 5, nëse Amerika I kërkon vendeve anëtare të NATO-s që të bëhen pjesë e luftës duke ju thirrur nenit 5 që e kanë bërë në Irak atëherë nëse kujtohet, dhe në Afganistan, ata janë të detyruar të rreshtohen. Nëse nuk rreshtohen, dhe këtu problemi më I madh nuk është menduar që të jetë Franca apo vende të tjera të NATO-s, si Spanja apo Britania e tjerë, është menduar se do jetë Turqia, që është ushtria e dytë e NATO-s. Nëse Trumpi e bën dhe vendet e NATO-s nuk shkojnë, de facto ne nuk kemi më NATO. De facto.
De facto s'kemi më NATO, dhe në qoftë se presidenti Trump thot, unë nga ky moment do të dal nga NATO, nuk marr pjesë më në mbledhjet e NATO-s, nuk paguaj më për NATO-n e tjerë, de facto ne kemi përfundimin një herë për gjithmonë të NATO-s, siç e kemi njohur. Kjo nuk do të thotë se s'do të ketë ushtri kolektive, se s'do të ketë mbrojtje kolektive, se edhe mund të ketë. Por NATO-n siç e kemi njohur nuk do ta njohim më. Dhe këtë e thot edhe themeluesi i NATO-s, ki parasysh që NATO është krijuar në jemi pikërisht tani në datën 2 ose 3 prill të 49-s, jemi në përvjetorin e krijimit të NATO-s, sot dita që flasim. Por e thot jo vetëm krijuesi i NATO-s, po e thot dhe vendi më i rëndësishëm dhe më i madh i NATO-s. Por Amerika nuk është prekur ndërkohë që të ajit për të kërkojnë ndihmën e 95. Shiko, koncepti amerikan i prekjes Amerikës është që ku ka një bazë amerikane është Amerikë. Qartë. Kështu që edhe kjo gjëja nuk qëndron. Ku ka një bazë amerikane është Amerikë. Dhe është dëshmi që të gjitha bazat amerikane në linjën e mesme, nga Qipro, nga Mesdheu e këtej, janë sulmuar për ditë. Sa po i pamjet e avionëve që janë të Amerikanët pikërisht kanë shmangur deri tani, Pentagoni ka shmangur pjesën formale të thirrjes së aleatëve në Tyrezë, por nëse Amerikanët do ta bënin formalisht duke vajtur në Këshillin e Atlantikut, në Bruksel, dhe do thonin, bas nenit 5, ne kërkojmë rreshtimin tuaj në këtë koalicion, dhe ata nuk do të rreshtoshin, ne do të kishim praktikisht fundin e NATO-s një herë për gjithmonë. Ja, të shohim ç'do bëhet. Data 6 decisive e hëni bia, që mbaron dhe ultimatumit. Shohim ç'do ndodhi. Deri tani, vërtet Irani ka pësuar goditej si ka pësuar ndonjëherë në historinë e vet, po ndërkohë po goditen dhe Shiko, edhe kjo që Irani po pëson goditje që si ka pësuar ndonjëherë në historinë e vet, dhe kjo është e pavërtet. Pse? Sepse në 9 vjet të luftës Iran-Irak, ku atëherë perëndimi ishte me Irakun, me Saddam Husseinin kundër Iranit, Irani ka pësuar shumë më keq se tani, dhe ka pasur 1 milion të vrarë ajo luftë. E megjithatë, infrastruktura nuk është goditur kështu. Goditur kështu dhe më keq. Paktën nuk janë goditur pikat nevralgjike, pra. Pikat nevralgjike dhe më keq, po të them që në atë kohë nuk i shikonin dot, se s'kishim këtë. Bravo. Këtu pastaj është histori tjetër. Kjo është që ne nuk i shikonim dot. Ajo është në vitin. Ajo ka vajtur nga 88 deri në 89, 9 vjet luftë. 9 muaj luftë. 9 vjet nga 89. Jo, nga 88, jo. Nga 80-ën 89, më falë. Dakord. Nga 80-ën 89, 9 vjet luftë, dhe filloi si një luftë ku Saddam Husseini doli, siç bënte ato show-t e vet. Lufta Irak-Iran po flet tani. Lufta Irak-Iran, Saddam Husseini doli dhe ka pas 1 milion vrarë. Po mirë, se ka qenë luftë me ushtar, vëlla. Me ushtare, me avione, me raketa, me të gjitha, dhe Saddam Husseini ishte partneri numër 1 i perëndimit atë kohë, i padyshimt. Doli dhe tha, unë për 2 javë do shkoj ha akullore në Bagdad, në atje në Teheran. Po. Edhe ajo luftë zgjati gati 10 vjet dhe ka pasur drama shumë të mëdha se këto që po. Kush e fitoi atë luftë fakulla? Irani. Irani Si rrjedhoja asaj lufte, Iraku që kishte 400 miliard dollar depozita, mbaroi gjitha depozitat ekonomike, dhe tha unë tash do shkoj të marr naftën në Kuvajt, sepse kuvajtianët nuk ma dhanë, ndërkohë që Kuvajti është pjesë e Iranit. Pushtoi Kuvajtin në 90-ën. Kjo gjë çoi pastaj koalicionin më të madh perëndimor që është krijuar ndonjëherë, që quhen 7 aeroplanmbajtëse në Oqeanin Paqësor, dhe përzuni Iranin, pra u bë lufta në Kuvajt, përzuni Iranin në Irakun në 91-shin nga Kuvajti dhe çuan sërish në Irak. Aty filluan problemet e Saddam Huseinit, deri në 2003-shin, pastaj që ndodhi pushtimi definitiv dhe rënia e Saddamit, dhe pastaj në 2004 kemi Saddamin që përfundoi me litar në qafë. Ja dëgjojmë pak. Litar në qafë çan nuk është shirësishëm, se është një sinjal. Pse me litar në qafë? Mund të pyesësh kush dënohet me varjen litar në qafë. Dans cette région, les Iraniens sont symbolique à retrouver et à rendre ce pilote, cet officier américain, s'il le retrouve aux autorités iraniennes, avec encore une fois la promesse de cette récompense substantielle. On parle quand même de $60 000 pour tout citoyen, c'est ça, qui retrouverait le corps de ces pilotes. Il y a eu plusieurs. 10 milliards ottomanes. Voilà, j'ai lu jusqu'à $60 000 pra kanë ofruar. $60 për çdo qytetar që gjen pilotin. Tani këtu po flasin pilotin e parë, pra, ata afër Teheranit. Po flasin për pilotin e parë që ato që mungon. Ledio, sa ko ka kjo e BFM-i tani, apo është tani e fundit? Sot, para pak orësh, para një orë është. Okej. Ledio, herë pas here do mblidhesh me LCI-n plak, ata janë më të specializuar te kjo pjesa e luftës, nëse mundesh. Mos harrojmë thot kullat, dhe këtu ikëm tani, se jemi vonë, që amerikanët i shisnin Iranit raketa gjatë luftës me Irakun që paguheshin kash
për të financuar kontrat në Nicaragua kundër sandinistave komunistë. Kështu që financoni të dyja parë, thot mesazhi. Do të tregoj një skenë bukur? Kemi kohë më duket? Po, 1 minutë kjo për të treguar. Jepi, 60 sekonda, po. Kur bie komunizmi, bie muri i Berlinit, këtë ma ka treguar Claudio Martelli që në atë kohë ka qenë zëvendës kryeministri i Italisë dhe ministri i drejtësisë. Dhe shkon Martelli dhe bën një vizitë në Berlin. Dhe viziton dhe trupat amerikanë atje dhe i organizoi një darkë me komandantin amerikan në Berlin, general McCarthy. Dhe në darkë, duke përshkruar këtë gjë, duke qenë që Martelli vinte nga Partia e Kraksit, Partia Socialiste, kishin pasur lidhje me gjithë këto grupe. Fikse emrin? Martelli. Martelli, Claudio Martelli. Mos ngatoni me konjakun, kujdes. Ma ka treguar vetë, këtë ngjarje. Dhe një moment i thot Martelli, i thot këtij generalit amerikan, i thot shikoj, thot se shqyqyr që mbaroj kjo lufta, thot se tashmë do hapet demokracia, do ndryshon gjithë. Dhe generali amerikan, i thot shqyqyr që mbaroj, thot se këto 40 vjetë që ka qenë komunizmi, qas nga kanë pas sytë, qas nga kanë gjuhë veshë, thot, e kemi bë dhe hunde vesh, kru vedhëm, kemi duru çdo lloj pislëku, i thot. E Martelli më thot, mu kujtoa, se kishte përande nga Amerika Jugës, atje vërtet janë bërë shumë pisligje, thot, këto grupet me kontraset e këto. Po në fakt? Edhe i thash, këtë drejt general, në Amerikë të Jugët, thot, qas kemi duru, qas kemi bërë. Edhe i thot, ai generali Amerikan, thot, i thot, zëvendës kryeministër, presidenti, thot, pak më afër, thot, pak më afër, thot. Unë atë moment nuk e kuptova, thot, po kur më tha pak më afër, e kishte pas fjalën për ne, tha në Itali. Dhe pastaj filloi rënia e... Edhe kujt i referoi? Politikanëve në Itali që pastaj nga 92 ranë gjithë, domethënë, Kraksi e Andreotti e tjerë, se ky kishte Kraksin shef politik, vinte nga Partia e Kraksit. Ora është 22 minuta, isha me Lirkullën zënë zotrinj, Warthog që quhej ky avioni, Warthog quhej. Duhet ta lexoj se shkruaj se. War do të thënë luftë, dhe Thog i thon derit. Po, pra që i bie të jetë lufte. Luftë e derrave apo jo? Jo, është der lufte. Der lufte. Është der lufte. Quhet avioni F-10-a? Der lufte. A10, thash F-10-a. A10 ishte? Po, F-15-a, F-15-a. A10-a, po.